Çmimet e derivateve të naftës në Kosovë kanë filluar të ngriten në mënyrë të shpejtë dhe të shqetësuese. Kjo problematik nisi menjëherë që nga fillimi i sulmeve të armatosura në lindjen e mesme. Situatë kjo e cila ka ndikuar drejt për drejt në tregjet kombëtare të naftës. Fillimisht në vendin tonë çmimet e derivateve u ngriten ku çmimi i litrit për naftë kushtoi €1.35 dhe benzina deri në €1.34. Ndërkaq tani këto çmime kanë shkuar edhe më lart. Inspektoriati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka vazhduar mbikëqyrjet intensive të tregut të naftës, të cilët së bashku me ATK-n po analizojnë të dhënat që lidhen me çmimet e importit dhe ato që ju ofrohen konsumatorëve në tregun vendor. Sipas të dhënave zyrtare nga evidenca e doganes nga dita e shtunë, çmimet e naftës rezultojnë nga €1.39 deri në €1.55 për litër. Ndërkaq për benzinë nga €1.27 deri në €1.32 për litër. Derisa Mint ka njoftuar gjithashtu se ka vendosur një marzhë maksimale tregtare, 2 cent për litër në shitje me shumicë dhe 12 cent për litër në shitje me pakicë. Ndërkaq autoritetet kanë paralajmëruar se kontrollat në terren do të vazhdojnë dhe se çdo parregullsi apo shkelje vendimi do të ndëshkohet sipas ligjit.